I nderuar kryeminist Rama, I nderuar kryetar I Kuvendit të Shqipërisë, zoti Peleshi, dhe kryetar I Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zoti Gashi, I nderuar zëvendës kryeminist I parë I Republikës Kosovës dhe ministër për punët e jashtme dhe diasporës, zoti Konjufca dhe miku im më I mirë në këtë detyrë, të nderuar ministra të zgjedhur, autoritete në rangjet përkatëse, miq nga të gjithë hapësirat ku rre zemra shqiptare. Të dashur bashkëdhetar, përfaqësues të diasporës tonë nga 38 vende nga të 4 anët e globit. Të gjithë juve, mirë se vini në Shqipëri, mirë se vini në Tiranë, mirë se vini në shtëpi. Sot nuk mblidhemi thjesht për një takim të radhës. Si çdo herë kur bëhemi bashkë, përfaqësues të një kombi të shtrirë në rajon dhe të një shoqërie që jeton në shumë vende, sot në këtë sallë të madhe të mbushur plot rreth një zemër e madhe. Një zemër që e bën këtë qytet, sot e përdit, më shumë se vetëm kryeqytetin e Shqipërisë, e bën një shtëpi të përbashkët për të gjithë ne. Samiti I 4 I diasporës vjen në një moment kyç, siç e theksoi dhe presidenti dje. Ndërsa bota përreth nesh ndryshon në mënyrë marramendse, Shqipëria po ecën më shpejt se kurrë drejt së ardhmës evropiane që I ka përituar vetes, dhe këtë mund ta them me bindje edhe për Kosovën. Dhe shqiptaria, kudo që ndodhet, është sot më e fortë, më e gjallë se kurrë. Ky realitet na kujton një të vërtetë thelbësore se diaspora nuk është thjesht jashtë. Ajo është pjesë e pandashme e qenies sonë. Jo një adresë ku drejtohemi kur kemi nevojë, por një dimension plotësues I identitetit ton kombëtar. Për shumë vite, marrëdhënia jonë me diasporën është parë si një rrugë me një drejtim. Sot ne e dimë që është një rrugë me dy kahje. Historia jonë e përbashkët na ka mësuar se largësia nuk e dobëson lidhjen, përkundrazi e forcon atë. Por kjo lidhje kërkon kujdes, kërkon vëmendje, e mbi të gjitha kërkon dëgjim. Kemi shumë për të thënë për kulturën, identitetin, inovacionin, turizmin, zhvillimin lokal, talentet të rinjt, për shërbimet tona në linjë, për fshirë shërbimin ton konsullor. Nuk do të ndalem këtu sepse për të gjitha këto e shumë të tjera do të diskutojmë në detaje gjatë këtyre 2 ditëve. Por në këto minuta hyrëse, më lejoni të them 2 fjalë për një aspekt të veçantë, sepse themelor, gjuha shqipe. Sepse ajo është ADN-ja jonë. Ajo nuk është thjesht një mjet komunikimi, është kujtesë, është identitet, është vazhdimsi. Pa gjuhën do të mbetej vetëm trupi, dhe një trup pa shpirt varfërohet e të kurret. Prandaj përpjekjet për gjuhën në Shqipëri, në rajon e në diasporë, janë përpjekjet për qenë vetvetja. Gabimi më I madh do të ishte të ngatronim të përkohshmen me të përhershmen, të sakrifikonim thelbin me lehtësinë e momentit. Nëse gjuha jonë e cila u ka rezistuar shekujve në kohë shumë më të vështira, dobësohet sot, kur jemi më të ditur, më të fortë, më të lidhur, atëherë përgjegjësia është vetëm e jona. Ky është mesazhi I kërkesës legjitime të studentëve në Maqedoninë e Veriut për të ushtruar të drejtat e tyre në gjuhën anëtare. Këtë duhet kemi parasysh edhe për mësuesit, vullnetarët, organizatorët në diasporë që mbajnë gjallë gjuhën tonë në çdo fundjavë, në çdo klasë, në çdo aktivitet. Ata meritojnë jo vetëm mirënjohje, meritojnë shumë mbështetje konkrete dhe për këtë jam tërësisht I organizuar së bashku me gjithë ekipin tim në Ministrinë e Punëve të Jashtme, jam I sigurt me gjithë qeverinë shqiptare. Forca jonë ka qenë gjithmonë të jemi të hapur, të mësojmë gjuhë të tjera për pa harruar tonën, të hapur ndaj botës pa humbur vetveten, të ndërtojmë ura me të tjerët pa shëmbur themelet tona. Dhe ne kemi marrë angazhimin që gjuhën shqipe, pjesë e familjes së madhe indo-evropiane, ta çojmë në vendin që meriton në familjen e madhe evropiane. Të dashur bashkëdhetar, historia e diasporës është histori sakrifice, qëndrese e përkushtimi. Për çdo ditë më shumë, ajo është histori suksesi. Nga brezi I parë që u largua me pak shpresë, por me shumë kuraj, tek profesionistët e sotëm që udhëheqin në shkencë, teknologji, biznes e kulturë, ju keni ndërtuar një kapitull të ri të shqiptarisë globale. Suksesi juaj nuk është vetëm personal, ai është kombëtar, sepse çdo arritje juaja është një dritare më shumë për Shqipërinë në botë gjithkund.
Shqipëria që transformohet dhe diaspora që afirmohet janë anë të së njëjtës medalje. Dhe kjo medalje ka një emër, Shqiptaria në zhvillim dhe forcim. Edhe nga larg ju keni qenë gjithmonë afër. Në kohë të vështira keni qenë mbështetje. Sot në kohë zhvillimi ju duam partner. Ky summit nuk është një ceremoni. Është një hapësirë pune, një laborator idesh, një pikë takimi në mënyrë që vizioni i përbashkët të kthehet në bashkëveprim. Për gjatë këtyre ditëve do të diskutojmë për sfida e mundësi konkrete, për mundësi e oportunitete, projekte, aktivitete, për shkëmbim idesh dhe për ruajtjen e identitetit. Do të dëgjojmë edhe kritikat, por më shumë propozime e rekomandime. Nuk do të kemi monolog sepse duam dialog. Nuk do të flasim për ju, por do të flasim me ju. Nuk do të jeni dëgjues apo spektator sepse ju duam aktor. Jo me ndjenjën e fajit, por me peshën e përgjegjësisë dhe energjinë e mundësisë. Pikërisht për të kemi ndërtuar plot 19 panele diskutimi, bashkëbisedimi si asnjëherë më parë, me tematika shumë të larmishme, si dhe plot aktivitete anësore specifike që prekin drejt për drejt punën tuaj, jetën tuaj dhe ndikojnë në të ardhmen tonë të përbashkët. Sepse kemi shumë për të thënë e për të ndarë, por kemi shumë më shumë për të bërë së bashku. Qëllimi ynë është i thjeshtë dhe ambicioz, të mësojmë nga njëri tjetri, të ndërtojmë urat e forta, të krijojmë mekanizma konkret dhe ta bëjmë të lidhje të qëndrueshme, funksionale, efektive. Sepse adheu kudo ku është adheu ku ka shqiptar. Sepse siç e dimë dhe siç e kemi thënë, përmes rrënjëve lartësohemi, përmes dijes forcohemi. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu, si pjesëmarrës, moderator, panelist, kontribues dhe bashkëlltar në këtë drejtim, në këtë rrugtim. Një gjë është e qartë, e ardhmja jonë është e sigurt dhe e begat, dhe si e tillë ndërtohet më mirë, më shpejt nëse e bëjmë së bashku. Dhe me këto fjalë, më lejoni tani të ftoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, njeriu që ideoi dhe i dha jetë edhe samitit dhe partneritetit. Zoti kryeministër.